Nxënës të klasës së 6, përshëndetje, sot kemi matematikë dhe do të marrim dy tema mësimore. Tema mësimore e parë është pjesëtimi me mbetje dhe prova, për afrimi i hershit në një pjesëtim me mbetje. Ndërsa tema mësimore e dytë, rrumbullakimi i numrave para se të kryen veprimet. Rezultatet e nxënit: rrumbullakon pasi ka kryer pjesëtimin në varësi të mbetjes me tepric apo me të mangët, përafron hersin në një pjesëtim me mbetje dhe bën provën në një pjesëtim me mbetje. Kujtojmë, nëse kemi barazimin C shumëzim për B e barabartë me A, ku B-ja nuk është 0, atëherë A pjesëtuar me B është e barabartë me C. Pra A pjesëtuar me B është e barabartë me C. Në këtë barazim, A-ja quhet i pjesëtueshmi, B-ja quhet pjesëtuesi, ndërsa C-ja quhet hersi. Situatë: duam të ndajmë 7 çokolada në mënyrë barabartë për 2 fëmijë. Kuptohet që çdo fëmijë do të marrë nga 3 çokolada dhe do të mbetet një çokoladë pa ndarë. Kështu çokoladën e mbetur e ndajmë në 2 pjesë barabarta. Pra çdo fëmijë do të marrë 3 çokolada të plota dhe një gjysmë. Ose ndryshe gjysmën e kemi shprehur me anë të thysës 1/2. Pra thysa 1/2 tregon gjysmën. Vëmë re që nëse pjesëtojmë 7-ën me 2, pjesëtuesi nuk përmbahet në një numër të plot herësh tek i pjesëtueshmi. Numri që mbetet është mbetja e një pjesëtimi me mbetje. Shembull: kam pjesëtuar numrin 196 me numrin 6. Fillimisht filloj me shifrën e parë, një pjesëtim për 6 nuk bëjnë, atëherë marrim dy shifrat e para, 19 pjesëtim për 6. Nëse provojmë numrin 3, kemi që 3 shumëzim për 6, 18. Nëse marrim numrin 4, 4 shumëzim për 6, 24. Pra e kalon 19, atëherë mbetemi tek 3-shi. 3 shumëzim për 6, 18, kam bërë zbritjen, dhe 9 minus 8, 1, zbresim 6-ën, pra ulim 6-ën. Marrim numrin 16, 16 pjesëtim për 6, nuk del numri i plot. Kështu që provojmë 2 shumëzim për 6, 12. 3 shumëzim për 6, 18, pra e kalon 16-ën, atëherë mbetemi tek 2-shi. 2 shumëzim për 6, 12, dhe del numri 4. Këtu ndalohet pjesëtimi, pra pjesëtimi do ndalohet atëherë kur mbetja, ose ky numri i marrë këtu, do të jetë më i vogël se sa pjesëtuesi. Pra 4 më e vogël se sa 6, atëherë ndalon pjesëtimi. Numri 32 është hersi, 4 është mbetja, 6 është pjesëtuesi, ndërsa 196 është i pjesëtueshmi. Për të parë nëse kemi kryer saktë këtë pjesëtim, bëjmë provën. Shumëzojmë hersin me pjesëtuesin dhe i shtojmë mbetjen. Dhe këto veprime, pasi të kryejmë këto veprime, duhet të dalë numri 196. Pra i pjesëtueshmi. Shembull pjesëtimi me mbetje. Kam marrë për të pjesëtuar këto dy numra, fillojmë 8 pjesëtim për 5. Kemi 1 herë 5, 5, nëse marrim 2 shumëzim për 5, 10, pra e kalon 8-ën. Atëherë mbetemi tek 1-shi. 1 shumëzim për 5, 5. 8 minus 5, 3. Zbresim, pra ulim 2-shin. Kemi numrin 32. 32 pjesëtim për 5. Kemi 6 shumëzim për 5, 30. 7 shumëzim për 5, 35. Pra mbetet numri 6. 6 shumëzim për 5, 30. Bëjmë zbritjen e numrit 32 me 30 dhe marrim numrin 2. Ulim 3-shin. Kemi numrin 23. 23 pjesëtim për 5. 4 shumëzim për 5, 20. Bëjmë zbritjen dhe marrim numrin 3. Duke qenë se numri këtu i përftuar është 3 më i vogël se 5 dhe nuk kemi çfarë numri tjetër të ulim, atëherë këtë numër do ta quajmë mbetje të pjesëtimit. Numri 164 është hersi, ndërsa 5-a është pjesëtuesi. Për të parë nëse e kemi kryer saktë këtë pjesëtim, bëjmë provën. 5 shumëzim për 164 plus 3 dhe marrim numrin
këtu, pra i pjesëtueshmi. Pasi shumëzohet hersi me pjesëtuesin dhe i shtojmë mbetjen, marrim numrin këtu. Parafrimi i hersit në një pjesëtim me mbetje. Shpesh herë, në zgjidhjen e ushtrimeve të ndryshme që zgjidhen me pjesëtim, na duhet të bëjmë parafrimin e mbetjes. Ky parafrim në problema të ndryshme merr kuptim në varësi nga lloji i kërkesës në problem. Situatë. 47 nxënës shkojnë në shkollë me autobus të vegjël, të cilët nxën nga 10 nxënës secili. Pra, çdo autobus nxë 10 nxënës. Sa autobus duhen për këtë? Pra, sa autobus duhet të marrim në mënyrë që këto 47 nxënës të shkojnë në shkollë? Fillimisht bëjmë pjesëtimin 47 pjesëtim për 10, që është e barabartë me 4/7, pra duhen 4 autobus, të cilët do të mbushen plot, dhe në autobusin e 5 do të vendosen 7 nxënës. Kështu, përgjigjja është 5 autobus, pra 4 autobus të plot mbusheshin, dhe tek i 5-i do të kishte 7 nxënës. Pra gjithsej duhen 5 autobus, pra është e nevojshme të bëjmë rrumbullakimin e hersit. Pra parafrohet hersi në mënyrë të tillë që përgjigja të ketë kuptim. Kemi rrumbullakuar numrin dhjetor 4/7 në numrin natyror më të afërt. Rrumbullakimi i numrave para se të kryen veprimet. Për të kuptuar nëse një veprim e keni kryer sakt, mund të përdorni paraprakisht parafrimin e numrave që po shumëzoni apo pjesëtoni. Për shembull, nëse kemi 38 shumëzim për 12, është e barabartë me 38 shumëzim për 12 e shkruajmë si 10 plus 2, dhe më pas shumëzojmë 38 shumëzim për 10 plus 38 shumëzim për 2. Dhe det 380 plus 76, 456. Nga ana tjetër, me që 38-a parafërsisht është 40, pra nëse parafrojmë me një numër, dhe 12-a parafërsisht me 10-ën, mund gjejmë numrin 40 shumëzim për 10, 400. Pra kontrollojmë rezultatin nëse e kemi gjetur sakt apo jo. Sepse rezultati 400 është një numër i përafërt me rezultatin që ne duhet marrim, dhe në këtë mënyrë ne kontrollojmë që rezultati është kryer sakt. Pra përgjigjja joni është parafruar numrit që gjetëm. Shembull, 585 pjesëtim për 9 barabartë me 65. Nëse do të rrumbullakonim paraprakisht secilën nga kufizat e pjesëtimit, do të kishim 585 parafrohet me numrin 600 dhe 9-ta parafrohet me numrin 10. Pra rrumbullakohet në numrin 10. Pjesëtimi me termat e rrumbullakuar jep hersin 60. Pra nëse pjesëtojmë 600 pjesëtim për 10, jep 60-ën. Kështu, rrumbullakimi i kufizave para se të kryen veprimet na ndihmojnë të kuptojmë nëse e kemi kryer drejt ose jo veprimin. Fillojmë me detyrat. Ushtrimet 1, 2, faqe 116. Ushtrimi 1, 2, faqe 118 në fletorën e detyrave të klasës. Ushtrimi 3, 4, faqe 116. Ushtrimi 3, 4, faqe 118 në fletorën e detyrave të shtëpisë. Ndërsa ushtrimet në faqen 117 dhe ushtrimi 5 në faqen 118 i jepen për detyrë portofoli. Mësim të mbar.